Historikisht, unë kam pas njerë një bisedë me Ramën, kur ishte Rama në opozitë dhe sepse unë me Ramën kam pas të marrëdhëniet e gjata historike, ngrirje, shkrirje. Njëherë shkrirje deri në asmëri armiqësi dhe pastaj, do të thënë shkrirje deri në miqësi, domethënë dhe pastaj ngrirje deri në armiqësi. Shkriva. Po ky është Rama, unë s'kam pas marrëdhënie politike me të, kështu që nuk mund të ankohem. Edhe po më pyet një herë në 2011, pasi po nga fundi 2011 më thotë si e sheh Korçën. Korça është një rajon që unë kam kandiduar para 20 vjetësh e njoh, kam bërë fushat atje. Edhe I them, shiko, Korçën e ke kollaj. Mjafton ti çosh Korçar. Po I çoj Korçar, ata Korçarët kanë ato që kanë, po bëhen aty dhe ata kështu e mësuar që përfaqësohen nga të vetët. Në këto zgjedhje unë kam parë për shembull të moralizotin cilin nuk kam respekt, po që vjen nga një qark tjetër. Nuk ke respekt? Kam respekt thash. Kur të mbarosh do të ndaloj çik këtu se e solle po. Jo, prit, kam respekt thash unë për histori personale, jo politike, I cilin e merr dhe e çon në Elbasan. Nuk ka asnjë lidhje me Elbasanin, as politike, as familjare, se ti. Merr Luciano Boçën, I cili është njëri që ka ndikim shumë të fortë në Elbasan, ka lidhje, ka familje, ka krushi, ka histori politike, e çon Shkodër. Merr Gazbardin nga Kavaja, ose mirë Kavaj Tiranë, e çon Fier. Merr Tritanshehun që s'ka asnjë lidhje, ka një jetë që jeton në Tiranë, e çon Gjirokastër. Merr këtë tjetrin, e merr këtë nga Tirana, e çon Korçë dhe duket sikur po bën të gjitha përpjekjet që ti gjesh në një vend këtyre, ndërkohë që këta nuk reflektojnë fare me terrenin, sepse ki parasysh çosha djalin, është djalë shumë mirë ai që ka quajti juristi në Korçë, Berisha. Po ai përballet përballë kujt? Përballë një njeriu që ka bërë 3 mandate kryetar bashkie, ka qenë prefekt, ka qenë kryetari I dhomës tregtisë, Niko Beleshi, ka qenë zëvendës kryeministër, ka qenë ministër bujqësie, ka qenë ministër mbrojtje, kryetari I grupit parlamentar dhe ti shko dhe e vën përballë. Çfarë do t'i bëj këtu tani? Ai është shumë djalë I mirë. Po jo, nuk është puna me Rumbullaku. Çështja është që në histori deputetët, pra kuvendi është bërë që duhet të përfaqësohesh nga përfaqësuesit. Dhe Berisha e mori një në zgjedhjet e fundit vendore, le të themi një shuplak. Pra, tash për çfarë bëhet kjo? O për të parën që thash për të garantuar një grup parlamentar të sigurt, po që këta njerëz do jetuhet, ose për të garantuar pastaj narrativën e radhës për të justifikuar humbjen. Po që për mua kjo është një histori që ka përfunduar nga momenti që u votuan në kuvend ky kod zgjedhor. Për shembull, unë nuk do të çmendesha kurrë të kërkoja të hyja në një nga 2 grupimet e mëdha të parlamentit të Shqipërisë, pra Majtë ose së Djathtas, me mendjen që do bëjmë deputet dhe do t'i ngrej kokën kryetarit. S'ke mundësi. S'ke asnjë mekanizëm. Në qenë momentin që do të pranosh, ti e ke ul kokën. Po sigurisht, sepse ato janë vota proporcionale që nuk jepen për ty, ato jepen për partinë. Ti je vetëm një numër që të shkosh atje do ngresh dorë. Kemi arë një gjendje që kemi 2 parti pune. Pak a shumë aty jemi.